Këshilli i Bashkisë Shkodër miratoi statutin për ndërmarrjen e ujësjellësit në qytet mes debateve, por është prefektura e Qarkut ajo e cila e ka kthyer mbrapsht këtë vendim. Pas qyrtimit në afatin kohor të 10 ditëve që nga miratimi në sallën e Këshillit Bashkiak, prefekti Paulin Radovani nuk ka pranuar që ta firmos. Ndryshe nga sa bëri me buxhetin e bashkisë, që e firmosi pa frikë dhe me bindje, këtë radhë për statutin e ujësjellësit, prefekti nuk ka bërë të njëjtën gjë. Burime pranë prefekturës së Qarkut Shkodër bëjnë me dije se arsyeja mos firmosjes të statutit të ndërmarrjes së ujësjellësit lidhet me statutin tip. Në vendimin e Këshillit Bashkiak është përcaktuar që asambleja të përfaqësohet jo vetëm nga kryetaria e bashkisë Sultan Ademi, por edhe nga vetë Këshilli Bashkiak, që janë anëtarë të gjitha forcave politike. Në arsyetimin e saj, prefektura i ka bërë me dije bashkisë se ky vendim nuk është në përputhje me statutin tip të ardhur nga qeveria. Sipas prefektit Radovani, bëhet e ditur se statuti tip i qeverisë për ndërmarrjen e ujësjellësit thotë se në asamble duhet të jetë vetëm kryetaria e bashkisë dhe jo edhe Këshilli i Bashkisë, siç është marrë vendimi, duke dyshuar edhe për ndarje përfitime politike. Antarët e miratuan statutin e ndërmarrjes së ujësjellësit në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave të 27 janarit 2016 për riorganizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimin me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura. Sipas arsyetimit të prefekturës, në eni 30 i kësaj VKM-je, citon se përsa nuk është parashikuar në statut rregullimi i modaliteteve që lidhen me funksionin e shoqërisë, të bëhet sipas dispozitave të ligjit të 2008-s për shoqëri tregtare dhe jo e kundërta, siç ka ndodhur. Tashmë statuti i ujësjellësit do të duhet të miratohet edhe një herë në Këshillin Bashkiak, duke qenë se prefekti Radovani nuk e firmosi.